Mirë se erdhët nga Krakow në Poloni. Këtu jemi zërës e në maj të Krakovës, në një nga kështillat më të famshme të Polonisë, më të vjetra të Polonisë, të ndërtuara në shekullin 11 dhe ku ka pas dhe renoja që ka qenë në mbas me 100.000 vite BC. Po të shikoni këtu kemi një si tip vrime, sepse tamam kjo kështjellë është ndërtuar sipër kështjellës ku ka jetuar një dragoj. Kështu thon legjenda, nuk e di për ju, nëse besoni apo jo dragoj, po ku ka pasur dinosaur këtu e shumë vite më përpara, pse jo, mos e besojmë që ka pasur dragojnë. Nuk e di për punën e flakës së dragojnë, por unë për veten time besoj që dragojnë kanë ekzistuar. Dhe kjo është një kështjellë shumë e bukur. Ishim në Renoja ku pam një ekshibit shumë të bukur, sepse tregonte në mënyrë vizuale historinë e kështjellës, së dragojt, historinë e se si ja është zbuluar Renoja të ndryshme e tjera me radhë, dhe hajdim bashkë në këtë tur për të treguar se çfarë kjo kështjellë ka brenda, pse është kaq e famshme dhe nuk e di, shikojmë një gjë interesante që mbase nuk e kemi mësuar. Le të shkojmë bashkë. Dje ka qenë këtu dita e parë nxehtë në Poloni, edhe pse kemi 2 javë në Poloni, kemi qenë në Varshavë, kemi qenë jashtë Varshavës dhe tani do rim ca ditë në Krakow. Është hera e parë për mua në Krakow, shumë e bukur, më duket pak si Wrocław, nëse keni parë kanalin dhe video që kemi bërë në Wrocław, mund t'i ndiqni këtë linkun këtu ose në playlistën që kemi të Polonisë. Po sot ditë e ftohtë, mendoj që dje ishte një vape të mërshme, sot jemi veshur me xhaketa, rashi u njomëm, por prap jemi me humor të mirë. Do shikojmë çfarë kjo kështjellë ka për të na dhuruar dhe pse unë një ide, një gjë që nuk e dini më përpara. Në një mënyrë shumë kreative, e kam bërë tamam të thënë tregon se si mesjeta. Të gjithë mund të marrin nga këto kufje në gjuhë të ndryshme, nuk e vura re nëse ishte në gjuhën shqip apo jo, po di që kishte në anglisht, edhe gjuhë të tjera, italiane, greke. Në një mënyrë shumë kreative, më pëlqen se si muzeu pa prekur, ti mund të shikosh shumë gjëra. Jo vetëm mund të shikosh shumë gjëra, por tregon domethënë se si kalon nga stili mesjetar në stilin gotesk dhe tregon domethënë se si gjëra kanë ndryshuar dhe si arkeologët, inxhinierët e kanë bërë në një mënyrë të tillë për të zbuluar sa më shumë, për të marrë sa më shumë le themi çelika apo pjatë për muze, pa marrë edhe sa gjëra i kishin lënë, biles ne kaluan mbi varin e një personi që ata nuk i din, mund të jetë një mbreti i mëparshëm, dhe thjesht domethënë kishin në skeletin aty të vënë një var me xham për të treguar që sa gjëra i kanë lënë siç janë, për të treguar pak ato autenticitetin se si kanë gjetur arkeologët ku kanë gërmuar këto gërmava dhe më përpara. Më pëlqen që tregon se si domethënë ka marrë Renojat, po mas se si ishte pjesa e kompletuar, pra e kanë vizatuar, që ju të keni shumë një ide të qartë. Këtu tregon edhe kalorësit e mëparshëm të luftës, kalorësit e mbretit, mburojat, dhe i kanë ruajtur në një mënyrë shumë të mirë, pra duken tamam si të reja. Mund të shikoni dhe dekorimet, detajet e shpatave të mbretërve, se sa të bukura ishin, nuk ishin thjesht shpata lufte, po ishin si thua një mënyrë për të treguar pasurinë e tyre me gur të çmuar, me flori, të lara me flori, po edhe flori vërtet, edhe jam shumë e sigurt që do jenë shumë të rënda dhe nuk e di se si luftonin në luftë.
Këtu kemi në kuzhina të ndryshme që janë marrë nga kështjella dhe janë të bëra me flori dhe me sërma. Kemi goda, kemi kupa të ndryshme, shumë të bukura. Nuk i kam parë në asnjë muze apo kështjellë tjetër të Polonisë që kam qenë, apo edhe në muzerat të ndryshme që kam qenë në vende të ndryshme ku ka pas kështjella. Edhe do thotë që kjo është një koleksion shumë unik, ndërsa ta kanë në posesimin e tyre këto pjatanca kaq dekorora bukur që janë flori, që jam shumë e sigurt që ka një vlerë shumë të madhe monetare. Edhe në çdo dhomë ka nga një person që sigurohet që njerëzit nuk po prekin gjë, nuk po dëmtojnë gjë, edhe pse çdo gjë është rrethuar me xhame. Një nga gjërat më të preferuara të mijat janë të shikoj bijut e mbretërve apo princeshave, sepse janë shumë të veçanta. Pra këto lloj biju me detaje punime aq të detajuara nuk i gjejmë sot të kësaj dite. Pra bijut ka marrë një formë më të thjeshtë për punimi, nuk ka aq shumë ndërthurje dhe nuk janë të komplikuara, nuk përmbajnë aq shumë gure, edhe shiko sa detaje që ka. Edhe thjesht një varse zinxhir ka shumë detaje, që është e vështirë t'i shpjegoj me kamerë, sepse s'mund të afroj aq shumë kamerën. Do vini re, pjatancat nuk janë thjesht pjatanca, po tregojnë një farë mënyre histori në atë kohë të mbretit, pa tregojnë një mesazh, dhe nuk e din a vinin ushqime apo gjëra sipër, se më duket shumë e bukur për të vënë ndonjë gjë sipër, por çdo pjatancë ka një histori unike që tregon mbasi në kohën apo në vendin e dur se çfarë po ndodhte. E njëjta gjë ndodhte edhe me shumë nga godat, ku tregoshin një histori e dizajnuar në kohën e mesjetës, në kohën e dekorimit gotesk. Me befasuar se si artizanët e kohës më përparshme merrnin gjëra që ishin reale, si tip lloj guacke, dhe e ktheni në bijou, e ktheni në pjatë, e ktheni në goda, si të shikoni këtë këtu është si një guacteti, si tip kërmilli i madh, edhe kanë kthyer në një godë shumë të bukur. E njëjta gjë këtu më poshtë. Nuk e di domethënë detajet, mënyra se si ata kanë krijuar dhe floririn përreth se guaskës pa e thyer, pa e prishur guaskën. Në këtë shkallë që shikoni janë të gjitha të bëra me mermer, nga kjo pjesa këtu, që tregon domethënë edhe se si në kalimin e vitës kështjella ka ndryshuar, si në dekorimin, si në çfarë mbretrit kishin në stil në atë kohë. Tregon dhe se si një dollap për mbretin nuk ishte thjesht një dollap. Ishte një dollap i përpunuar nga artizan, nga Italia, nga Gjermania, me detaje shumë precize. Pra çdo gjë ishte dekoruar edhe e krijuar posaçërisht për mbretët e Polonisë. Tregon se si kjo është një nga dhomat më të hershme, pra jo dhomat origjinale të mbretërve, po më të hershme, po të shikoni disa nga dizajnet janë pak më të thjeshta, sepse siç kanë ardhur korat, kishte më thjeshtësi se sa ishte komplikuara siç i pa më përpara. Dhe tregonte se si dhe kështjella është përdorur edhe nga ushtria, nga militantët e ushtrisë në kohën ku ka qenë Polonia në luftë dhe në luftra të ndryshme. Si që shikoni kemi telefon, normalisht në kohën e mesjetës nuk ishte telefon. Siç e përmendave më përpara, i kam shumë fiksim bijou dhe kutitë e bijouve, dhe siç e shikoni, kjo kutija e bijouve që kemi këtu është nga kutitë
më të komplikuara që kam parë, që duket si e bërë si tamam si një puzzle, me sirtare të vegjël për të vënë shumicën e bizhuve të mëdha të vogla që kishin mbretëreshët dhe princesha në ato kohë. Po jemi unë edhe për të shijuar detajet e këtij tmurit kaq bukur që kanë restauruar në mënyrë perfekte dhe me ndriçim për ta bërë akoma më të ndriçueshëm. Edhe një mënyrë që njerëzit nuk e kuptojnë për mësimin nga shtëpia është se si, edhe pse ne jemi domethënë duke udhëtuar, jemi në pushim, shkolla ka mbaruar, kjo është një mënyrë shumë e mirë që Arja të mësojë më shumë, ku po mëson për historinë e Polonisë, po mëson për arkitekturën, për çdo gjë, për mbretët, për mënyrat se si gjërat arkeologët i kanë zbuluar, dhe është mësimi më i mirë, edhe duket shumë interesuar, edhe pse shumë fëmijë të tjerë mund ta mendonin se diçka të mërzitshme, sepse normalisht ka playground-u, por mos u hap biznes, sepse ndonjëherë kur juve i vini fëmijëve një dokumentar historik, do u hap biznes se sa fëmijët fillojnë të interesohen. Kështu që keni kujdes se çfarë i vendosit dhe bëni përzgjedhje të duhura për të vendosur fëmijët për të mësuar më shumë për historinë, për kulturën e lashtë, nëse është e Shqipërisë apo vendi tjetër ku ju ndodheni. Kjo dhomë që duket aq e qetë, që të dritarët kanë të thuash ngjyrë, është përdorur si një dhomë studimi, pra nuk ka asnjë gjë tjetër, është shumë i qetë, është si në, le të themi, në çerek qendër të kështjellës. Kemi zjarrin këtu, ku komplet spinituar me lëmer, dhe përdorur si një dhomë studimi, një dhomë studimi nga madomundja mbretërit, princeshat, po të vini re dhe kariket, duken shumë të parahatshme për një dhomë studimi, sepse normalisht studimi ndrysh zgjuar kur lexon, duhet kesh karike sa më të forta dhe më të drejta. Tani do të shkojmë aty ku quhet edhe si dhëmbi i Dragojt, që është shpellë e formuar edhe zbuluar nga arkeologët, si thua që është për të treguar që kjo kështjellë është ndërtuar si për shpellë të Dragojt, siç është legjenda, dhe vjen nga ata shkallë spirale, shumë spirale. Tek ime këto shkallë spirale s'm duket sikur merr mend. Dhe mamave na duket sikur na merr mend edhe pa patur nga këto shkallët. Po, kupton ndonjëherë dhe marrje mend është një gjë që duhet, që të drejtoj mendjen më mirë. Pra, kjo është shpellë, dhe po të zitini në re, nuk e di sa është erësirë, nuk e di sa e shikoni, po këtu janë edhe gurët e mesjetës që kanë zbuluar, po edhe gurët që janë natyral të kësaj shpellë, gur limestone, si thon limestone ship, nuk e di ma përktheni. Po shikoj se si hyn me tunele të thella, jam munduar të vënd drita për treguar. Është njom, mami. Po, është vërtet e njom, po ta shikosh. Dhe na bjen ujrat mbasi nga shirat e ndryshme. Mëra një pikë musurat. Wow. Është më e madhe se çprisja. Dhe kam vënë rrjet që mos të bien gurat në kokë, nëse ka rëshqit i guri. Dhe nuk e pret një shpellë të tillë mund poshtë kështjellës. Në vërtet nuk e pret. Dhe siç legjenda thotë që brenda asaj shpellë domethënë ka jetuar edhe Dragoj. Marja, çka ke? Po pikon ujë, po më ka rënë 3 pika në surat deri tash. Ku po na fut se do humbim. Si që humbi fetiu në një nga të video që bëm në São Miguel. Babi. Gjyshi fetiu, ku humbi. Në përsa tunele. Njëherë shikoni video në link. Okej. Dolëm. Kjo është statuja që është bërë e legjendave të Dragoj, normalisht nuk është shumë e madhe, po nuk duket 100% si Dragoj, më të ndryshojnë ca gjëra. Po e kam bazuar në vizatimet e hershme që kanë bërë mbi Dragojin për ata që e kanë parë. Dhe duket sikur ka disa duar dhe secili drog ka si thua kokë Dragoj. Tani legjendat janë legjenda, nuk e dim si është e vërteta, po gjithmonë them që kudo që ka legjend ka një të vërtetë. Po se çfarë nga ato pjesët është e vërtetë nuk e dim.
të bësh këtë tur që mu duk për çfarë përfshi, pra për sa para ishte, mu duk shumë i lirë, pra ishte 360 zvote, që i bie pak a shumë, pra fëmijët ishin falas njëre parë punës, gjë e mirë, nëse keni fëmijë kurse në gëgja para, po të mendoj që çfarë turi i bëm edhe sa shumë gjëra kemi parë, sa i madh ishte, kemi paguar rreth, pra i bie për 2 të rritur rreth $40, pak a shumë, 40 euro për personin, që më besoni, është shumë lirë sepse ne kemi paguar ndonjëherë këtë çmim, duke parë gjëra shumë të vogla që kemi mbaruar për punë 20 minutash apo gjysmore, flas për muze. Jo më një kështjell të tërë dhe morëm paketën që i përfshinte të gjitha. Pra, nëse juve nuk doni të shikoni çdo gjë, mund t'i da akoma më e lirë për ta vizituar këtë kështjell. Jam kurioze të di nëse ju keni vizituar një kështjell, cila kështjell ka qenë, apo një nga kështjella më të bukura që keni vizituar, na lini sa rekomandime në komente, në cilin vend, çfarë ka qenë gjë e bukur nga ajo kështjell. Normalisht edhe unë kam bërë ture të ndryshme në kështjell të ndryshme Poloni, vërtet janë shumë të bukura, sepse është diçka ndryshe, pra nuk para e gjen, në Portugali para e kam gjetur, pas edhe normalisht nuk e kemi vizituar të Portugalin, në Amerikë jo njërë, po mendoj që janë kështjella që mbase vetëm në vende ku ka pasur mbretër të pasur dhe nuk ka pasur shumë luftra dhe i kanë prapë restauruar mirë, mund të ekzistojnë. Komentoni dhe le të ndihmojmë njëri tjetrin me vizitën tonë të ardhshëm.